Në kjo situata që do bëhet rezultat do i sjellë shumë të mira vendit. O plak, maksimumi në njëna ata legendat e pasur do blej 1 kile qershi aty në një fshatar. Nuk del në resort i plak. Në resort ri në resort, nuk harxhohen lekët jashtë, i ketë gjithë aty. Turizmi asnjëherë nuk sjell në Po pra, është nuk se e ka bërë turizmi. Është shumë, domethënë, fusha e tretë e katërt që duhet jetë në fokus. Duhet të ketë dhe gjëra të tjera olla, nuk mund të varemi kaq shumë në një gjë që dakord, po është ka ato të ardhurat e veta, po ka dhe shumë konsum, ka dhe shumë dëmtim, ka dhe shumë amortizim. Është edhe kjo ndjesia e inferioriteti ndaj një investitori që ka këtë mbiemrin dhe është dhëndri presidentit Amerikës. Nuk ka pse të na kompleksoj kjo gjë, nëse është ty po të shkaktohen protesta nga kjo gjëja, po shkakton një ndinjat shumë të madhe, pse që ka kaq e vështirë që ti thush, okay, nuk qoftë edhe për atë qetësinë tate të brendshme si shtet që shiko, nuk të do një pjesë e popullit, vlla, mirupafshim.